150 familje rome dhe egjiptiane janë larguar nga Korça në drejtim të Gjermanisë, aty ku janë në pritje të marrjes së azilit ekonomik. Një gjë e tillë është bërë ditur nga kryetari i shoqatës së Romëve Erben Kosturi, i cili thotë se kushtet e vështira ekonomike i kanë detyruar këta banorë të shkojnë deri aty sa të marrin kredi në banka për të përballuar shpenzimet e udhëtimit. Nuk kemi asnjë mundësi jetese, pranojnë banorët e lagjes së Kullës së Hirit, të qytetit më të madh juglindor të vendit. Lagje kjo e banuar kryesisht me romë dhe egjiptian, ndaj dhe për këtë rruga e vetme për ne mbetet emigrimi, thonë ata. Po që pa punë ikim Greqin një javë që mos dhe ikim pasaportën e këte që të bëjmë. Po pësini pa punë? Po s'ka më ku të gjemë punë. S'ka, tërë një, të shkosh tërë quna, tërë njerëzit, tërë pa punë. Të gjithë. Këtu po ikin tërë po bëhet që këtë ti Shqipëria, Korça sidomos një komplet, veç në pleq ngelen fëmijët tash. Se tërë po ikin për një më të mirë, ande Gjermani po i kthejmë, Franca, tërë po i kthejmë. Fa rrugë verim të ditë. Po pse? Po s'kemi punë, s'kemi të tëra. Qa do bëni? Imigrim o dojk. Do i mborë, do shesin shpite, qa do bë? U rrita në këtë lagje, u bëra 50 vit. Sa ishte fabrike tullës, punuam në rini. Kurse tani në bazë demokracisë, ik një parti më shumë pa buk sa me buk jemi. Shtë bëjmë, ku të bëjmë, ja rrugë të po i shikojmë të lagjes. S'kemi ku të bëjmë. Qarë të bëjmë, ku ka punë për neve të bëjmë të ambuk. Pa lejmë jetë të mirë që mos e diskutoj që nuk u kemi më moshani për jetë të mirë. Me sa po të gjojmë ata shokët që ka niku në Gjermani, ata po shkojnë në porim pa punë, po anë bukë, po jetojnë. Kurse ne këtu në vendit tonë, porim pa bukë. Na i ka qefit ikim dhe neve, po nuk e përballojmë dot, nuk i arrim dot gjenda ato financiare.